Komplimente Iva për materialin e përgatitur, shumë interesant, për pjesën e stilit dhe modës, e do të qëndrojmë në fakt tek kjo tematikë me rubrikën e radhës. Ndjekim sikletën dhe rikthehemi. Manuali tendencave sot vjen me një tematik shumë interesante. Do të flasim për një trend që her pas here praktikohet nga mamat dhe që është shumë i bukur. Për veshjen e mamas, një lloj si vajza e saj. Mund të ndodhet edhe me baballarët, e njëjta gjë dhe me djemtë e tyre, por sot do të përqendrohemi tek mamat. Kemi Ejona Mandin, e cila është sot pjesë e emisionit tonë, që e prezantuam edhe pak më parë, e shoqëruar nga vajza e saj Sofi, një princesh e vërtet, që edhe qëndrimin e ka me aq elegancë dhe fines, fiks si një princesh. Do t'ju thoja të qoheshit pak, që t'ju shohim lukun e plot, se sa bukur që duken të dyja, me veshje të njëjta me njëra tjetrën, janë uniformizuar të dyja, dhe kanë ardhur me këtë ngjyrën e kuqe festive. Tani mund të uleni, pasi ne ju pam. Mund të kishit bërë dhe një rrotullim, mund të kishit bërë Sofis një rrotullim kështu? Sa bukur. Sofi, sa e bukur që je. Çfarë do të na thuash ti njëherë? Mirë se erdhe. Faleminderit. Në rregull, të ftoj që të ulesh bashkë me mamin aty, që të jeni rahat në vazhdim të bisedës. Ejona, besoj që kjo është një praktikë që e ke filluar prej shumë vitesh, domethënë që në fillimet e Sofis, që e vogël. Të them të drejtën, e kanë filluar që në fillimet e Gjorgjit. Të djalit. Gjorgji është 10 vjeç e gjys, edhe në fillimet e tij kur ishte i vogël, kombinoheshim edhe të dy bashkë, sidomos stili me xhinse dhe me një t-shirt, ishte shumë interesant. Edhe i rehatshëm për ne mamat, por edhe një kombinim shumë i mirë për mamin edhe djalin. Pra sa herë që ti do të ndihesh rehat, kombinohesh me djalin. Sa herë që do të kesh një look më elegant, jemi të dyja me Sofin. Vajzëror, kombinohesh me vajzën me Sofin. Të ndodh më shpesh kombinimi i dytë apo kombinimi i parë me djalin? Të them të drejtën, më shumë të dyja kombinohemi, se ai është dhe në atë fazën që sapo hyn pak në adoleshencë dhe ka ato shijet e veta që janë pak si djem kështu interesant, cool, edhe kanë dëshirë që të veshin pak oversize-in më shumë, dhe mami nuk është shumë të oversize, duke që një size i vogël vetë, dhe dukem si kur humbaske atë robat, por me gjitha të ja plotësoj dëshirën të dyve, kështu që me të dy kombinohen. Tani ne në fakt po ju shohim sot, të veshura edhe kombinuara shumë bukur, por do të ndjekim edhe disa foto, do të shohim edhe disa foto të kombinimeve të tjera që ju keni realizuar. Sepse besoj këtë gjën e ekspozoni dhe në rrjetet sociale, janë gjëra shumë të bukura. Po, këto janë disa foto që ne kemi zgjedhur të disa modeleve me mamat, janë modelet vajza dhe modelet mama. Ne dhe të dyjave na kanë pëlqyer shumë, pasi vetë printet i kishin interesante, po. Për shembull, varianti të kuqes me të bardhën ishte një nga frymëzimet që ne morëm për të ardhur tek ju sot, pasi duke shumë festive dhe ajo është vendosur në një ambient dëbore në fakt. Dhe është një photoshooting i bërë për festa. Kështu që ne vendosëm të sillim pak dëbor në studion tuaj sot, edhe të ngjasonim me këtë lukun e parë. Është mami dhe vajza, kanë zgjedhur të veshin të dyja fundin e kuq me një personazh që është shumë interesant, që nushi Snoopy, dhe kanë kombinuar me një bluzë të bardhë përsipër, e kanë mbajtur thjesht. Edhe shkrimi aty vogël, no one like you, asnjë si ty. Është në fakt, ka dhe foto të tjera që i kemi përgatitur, regjia të më konfirmoj sa ti e ngati. Juve ju ndodh shpesh, thash, që të kombinoheni bashkë. Bën njerë pasere evidentoni atë në rrjetet sociale? Të them të drejtën, nuk kemi shumë gjëra të dokumentuara dhe nuk e di pse, se neve ndjekim këtë parimin që mami i bën foto, por respekton shumë dëshirën e Gjorgjit dhe Sofis, që kur ato nuk ndjehen mirë, ose në dëshirën për të bërë shumë foto, neve nuk bëjmë foto. I bëjmë fotot kur ndjehemi mirë, ose mami në momentet të caktuara, kur ata të dy nuk e kanë mendjen, i shkrep ndonjë foto kështu pa mendje. Dhe ato janë shumë interesante, se këto janë duke bërë aktivitete nga më të ndryshme, edhe kanë foto pa mendje fare. Sofi, cila është veshja më e bukur që keni një lloj ti dhe mami? Në fakt është
Që se po veshim sot. Kjo është veshja jote e preferuar, ndaj e keni veshur sot. Sa bukur, është e njëjta gjë edhe për Ejonën dhe për ty, kjo është nga veshjet më të bukura që keni. Po, kjo është një nga veshjet që ne të dyja na pëlqen më shumë. Ka dhe një arsye sepse mendoj që duke qenë në shpirtin e festave dhe ne të dyja e dashurojmë Krishtlindjen, apo jo Sofi? Besoj që Sofi pëlqen shumë edhe të kuqen, apo jo Sofi? Më pëlqen më shumë gjëra ime preferuar është e kuqja, e zeza, e bardha dhe roza. Kjo është paleta. Interesante që rozën e ke lënë të fundit, se në përgjithësi rozën e kanë të dytën. Kemi edhe foto të tjera në fakt që duhet të na shfaqin tani, po, ja ku janë. Këtu kemi një look all black, që është mami dhe vajza janë veshur të dyja. Me qënë se dhe Sofi pëlqente të zezën. Po, Sofi ka një palet shumë interesante për moshën e saj, pasi në moshën e Sofis pjesa më e madhe e vajzave të zezën nuk para preferojnë. Por ne të dyja e pëlqejmë të zezën, mendojmë që ajo është shik dhe duket shumë interesante në të gjitha moshat. Dhe prandaj Sofi pëlqen të bardhën, të zezën, të kuqen edhe rozën. Kështu që në foton e parë vazhdojmë të jemi te stili Snoopit dhe kemi mamin dhe gocën të kombinuar të dyja me një stil shumë shik në të zezë. Pastaj kemi pjesën tjetër që kemi një gjaket të kombinuar, pra mami dhe vajza ka një gjaket të njëjtat printe. Po, me të njëjtat printe dhe dua të theksoj këtu që këto printet janë të gjitha të pikturuara me dorë, pra jemi në stilin handmade. Artistja ka pikturuar komplet pjesën e gjaketës së pasme të mamit dhe më pas të vajzës. Është një kombinim shumë interesant dhe ka zgjedhur që ta sjellë në një photoshooting dhe përballë kanë vendosur disa qenë të cilët janë të ftuar guests dhe po pinë aty me mamin dhe me gocën. Sofi, unë duke që se të kam një të ftuar speciale sot, përsëri ty do të bëj një pyetje. Ka ndonjë veshje të mamit që ti nuk e pëlqen aq shumë? Tregove sinqert sot, mos ki kështu. Po. Çfarë ngjyre është ajo? Është fustan, është kostum? Fustan. Është fustan që ti s'të pëlqen. Ja ke treguar mamit ti që o mami mua nuk më pëlqen shumë kjo? Jo? Nuk e di mami, nuk ja pas ka thënë mamit të. Por Sofi në fakt i bën shpesh herë vrejtje mamit, sidomos kur mami vishet në atë stilin pak më manlish. Sofit nuk i pëlqen ajo, sepse do mamin gjithmonë në stilin chic, të bukur. Po normal, ajo duke që nga qëndrimi, që ne duhet të gjithë të marrim shembull nga ajo. Ne bashkë me ty. Ajo është për të dhënë udhëzime, për të mbajtur leksione. Mami në fakt, jetë e sinqert, i respekton shumë dëshirat e Sofis dhe kur ka raste që Sofi i thot mamit që kjo veshja nuk më pëlqen dhe aq shumë, mami dhe është ndruar, dhe është kthyer nga rruga. Sa mirë, shikon, edhe mami e ka kuptuar që kemi të bëjmë me një eksperte. Do të vazhdojmë tek foto e radhës, miq, një foto ku ka ngjyra paksa më ndryshe nga fotot e para. Po, jemi tek mentja në foton e parë, është mami e ndimi, mami dhe unë kanë veshur të dyja të njëjtën ngjyrë, të njëjtën copë, por modeli i fustanit është pak më ndryshe. Për vajzën është pak më vajzëror dhe më i rahatshëm, ndërsa për mamin vjen me një mëngë pak më ndryshe dhe në një stil për më të rritur. Prapë është një kombinim shumë interesant, mendoj që është në harmoni, sepse të dyja janë në një linjë, por të goca vërejmë detajnë edhe elementin e fjongos dhe kështu modeli është bërë më vajzëror. A është ndonjëherë e vështirë pjesa e kombinimit sepse mund të çoj drejt një stili që ti në fakt nuk është se e ke fiks. Pra, për shembull, janë disa veshje që kombinohen shumë bukur si veshja e sotme, por të ka ndodhur ndonjëherë ta kapësh veten me ndonjë veshje që nuk të përshtatet aq shumë, vetëm prej dëshirës së mirë që të kombinohesh me vajzën? Dua të theksoj një gjë këtu, kur flasim për kombinimin e stilit mamit dhe unë, duhet kemi parasysh pak edhe parametrat dhe fizikun që ne kemi. Pra nëse ne na e lejon fiziku ynë që të kombinohemi. Nëse do zgjedhim një fustan vajzëror, siç është ky i sotshëm që ne të dyja kemi zgjedhur, unë nuk mendoj se do mund ta kisha zgjedhur nëse nuk do kisha fizikun që mund t'i përshtatem pak Sofis edhe të jem pak lozonjare. Ndoshta në një mami që është në një staturë edhe në një fizik pak më i gjatë ose ka një strukturë tjetër nga unë të themi, mund të kishte zgjedhur diçka që i kombinohej pak më ndryshe. Ndoshta një pantallon ose pra duhet të kemi parasysh në kombinim që të zgjedhim një stil që si fillim duhet të shkoj edhe mamit pak
edhe t'i vi për shtat të dyjave, pra që të vim në harmoni, mos të duket njëra nga vajzat e veshur mirë dhe tjetra sikur është pak jashtë vendit, ose sikur ka marrë atë veshjen dhe ka huazuar, po nuk i rrin asaj në të vërtet. Pra gjithmonë kemi parasysh fizikun e mamit, sepse ai është më i vështirë për të veshur, pastaj të vajzës dhe çfarë ka dëshirë. Ka shumë vajza që nuk para pëlqejnë shumë fustanet, po janë më të prirura drejt pantallonave cowboy ose këtyre kropeve pak më të ngushta, siç është dhe moda. Kështu që ndonjëherë vajzës mund të rinë shumë mirë, po mami duhet t'i përshtatet pak. Ndoshta mund t'i përshtatet në ngjyrë, jo tipikisht direkt në model, dhe kështu ndjen rahat të ngjyrat, të njëjtat nuancat. Po, në të njëjtat ngjyra dhe jemi uniform dhe ngjajmë bukur. Po, dhe ngjajnë të kombinuara dhe dukshëm me stilin mami dhe unë. Regjia, mund të më ndihmoj me foton e radhës. Kemi tek gjinset dhe kombinimi që ti përmendë pak më parë të mamit me djalin. Sa i bukur ky kombinim. Është një nga stilet shumë të preferuar, sidomos në street styling, pasi kemi një street style tipik këtu. Kemi pantalonin që është shumë në modë këtë vit, që është pantaloni i lirshëm, i cili është aplikuar në të gjitha kategoritë, pra tek fëmijët, te zonjat dhe njushat, gjithashtu dhe ke djemtë dhe ke zotrind, që ka një stil pak më interesant, jo që janë klasik. Kemi një piktur të dy qenve dalmat në për se cilën këmbë, një të djalit, një të mamit, dhe ata të dy bashkojnë duart bashk. Pra kjo ishte një nga gjërat më interesante që ne na tërhoqi kur e zgjodhëm këtë foto. Por gjithashtu pjesa e sipërme, nëse duam të vëmë re, është ajo që unë thash edhe ne folëm të dyja pak më parë. Mami e ka kanatierën vërtet të bardhë, por e ka pak më interesante dhe më vajzërore, pasi kemi një pjesë më të shkurtër, ndërkohë që djali ka një kanatiere të bardhë, interesante gjithashtu, por që i përshtatet stilit të tij. Dhe kanë veshur nga sipër nga një palltë të zezë që është oversize në të dyja rastet. Pra mendoj që është një kombinim edhe një look shumë interesant. Jemi në street style, jemi super rehat, e dim shumë mirë që zgjedhin djemt gjithmonë rehatin përpara bukurisë, nuk janë si ne vajzat, që ndonjëherë për hir të faktit që dukemi bukur, veshin dhe një tak më të lartë, veshin dhe një gjë më të ngushtë, edhe fithemi pak më shumë. Por djemë zgjedhin gjithmonë rehatin. Dhe për mamat që kanë djemë, mund të bëjnë shumë mirë këtë stilin në oversize dhe duken shumë interesant. Një element tjetër që duhet përmendur tek këto foto është fakti i personalizimit dhe jo thjesht i kombinimit, po duket sikur veshjet janë dedikuar njëri tjetrit. Pra duket që printi tek pantallonat jeans të mamas, No One Like You, është i përshtatur me printin tek pantallonat e djalit, dhe duket që kur bashkohen, i gjithë printi bën sens. E njëjta gjë vlen edhe me foton e parë, ku shfaqet xhaketa, ku shfaqet mamaja me xhaketën në asnjë si unë, dhe vajza e vogël me xhaketën që ja konfirmon këtë gjë, asnjë si ti. Shumë interesante këto, në përgjithësi realizohen vetë nga artist, po kam vënë re që edhe disa brende të huaja kanë filluar bëjnë veshje, kombinime veshjes që përshtaten dhe printet bëjnë sens me njëra tjetrën. Shumë e vërtet, është një lloj ndërlidhje shumë interesante dhe mendoj që ajo që ne po flisim pak më parë, edhe që po theksonim të dyja, ishte pikërisht kjo. Pra ne mund të vim në një stil të ngjashëm, të kombinueshëm, dhe të dyja palët ndjehen mirë, dhe mami dhe fëmia. Artistët e kanë filluar si trend shumë kohët e fundit, sidomos e vërejmë në për xhaketa masivisht, pasi ajo xhaketa dhe ripërdoret disa herë dhe rikombinohet me veshje të ndryshme dhe me outfite të ndryshme, por është e vërtetë edhe ajo që ti the, që brende të ndryshme kanë filluar ta sjellin në një mënyrë pak më ekonomike, sepse e dim që një handmade print dhe një personalizim nga një artist ka koston e vetë, ndërkohë që kur ajo prodhohet masivisht nga një brand i caktuar, vjen në formë pak më ekonomike, po prapë është interesante dhe lejon edhe krijon mundësinë që të gjithë ta kenë këtë lloj stili, të sjellë sipas variantit të tyre. Sofi, kam një pyetje tjetër për ty. Mami bën kombinime me ty. Po, ty dhe vllajin ju ka veshur ndonjëherë të kombinuar me njëri tjetrin në të njëjtën stil pak a shumë, njëjtat ngjyra? Në fakt mami na ka bler që gjëra kështu jo të kombinuar, se nuk donte të kishim njësoj.
nuk donte që të kombinoheshet. Mami, ju do veç për vete, të kombinoheni vetëm me të, masje tjetër. Mami, në fakt, pjesën e madhe ju a blen gjërat individuale, pasi Shumë të do që ndryshme, pra. ata të shprehin individualitetin e tyre. Por, ata kanë edhe gjëra që janë të kombinueshme. Megjithatë, pjesa më e madhe e garderobës së tyre është individuale. Pjesa ku ata kombinohen më shumë, do njëherë nga pëlqen, sidomos në plazh, kur kemi rroba banjo me të njëjtin print, pra, ajo që po thoni më parë, që unë ju asjell ashtu siç ata kanë dëshirë, por tek printet qëndrojnë. Ose pijamet për Krishtlindje, për shembull, i kemi me që i kombinojnë. I keni të gjithë si familje? Po, në fakt kemi dhe pijamet. Ne të dyja prap. Ju të dyja prap? Ndjej që mami ju do veç për vete. Por edhe ti me Gjorgjin keni. Pra nuk e keni menduar ndonjëherë të kombinimin familjar, të një veshje qoftë për shumë për atmosferë festive, që është e kombinuar me të gjithë pjesëtarët, qoftë për një veshje tjetër për ditëshmëri nuk ka. Na del babi pak nga shina atëherë pas. Është më pak i binduri për këtë trend. Mami e ka vështirë babin ta kombinoj. Se këta të dy edhe kombinohen, edhe dalin aty te kombinimi. Po mirë, mund të bëni këtë që një ditë të visheni të gjithë si babi. Po. Ne nuk kemi shumë lek të blim si babi, por se babi i harxhon më shumë për veshjet. Babi ka vetëm për të rritur. Ka vetëm për të rritur të qane. E vërtet, veshjet e burrave janë ndonjëherë. Ka stilin e tij vetëm për të rritur, dhe është vështirë që ne të shkojmë për shtat. Kjo është ajo që mundohet Sofi të thotë, vërtet? E vërtet. Regjia të më tregoj nëse ka foto të tjera që mund të ndjekim. Sa bukur, një kombinim tjetër me pantallona dhe me pjesën e sipërme. Në rastin e parë është xhaket përsëri, në rastin në foton e dytë është një pellush. Po, kemi xhaketën, këtu e kemi të sjellë në variantin me Mickey Mouse. E dim që është një personazh shumë i dashur për të gjithë. Të dyja, dhe mami dhe vajza, kanë zgjedhur ta sjellin me një jeans blu dhe pjesën e flokëve, nëse vëmë re, është bërë një topuz i kapur poshtë, pra kemi një stil që është casual chic, pasi kemi flokët të vendosura në një mënyrë shumë klasike, dhe pastaj është sjell varianti i kombinimit të Mikit dhe Minit të dy bashk. Është një personalizim ku vajza mban Mikin dhe mami mban Minin dhe ata të dy po afrohen që të krijojnë një puçe ndërmjet njëri tjetrit. Na pëlqeu shumë si ide, kishte printin shumë interesant dhe pjesa e të zezës që bënte ndërthurjen me të bardhën ishte diçka klasike. Ndërkohë që te printi i dytë kemi sërish pantalonin, por këtu është si sjell pantalloni i mamit dhe i vajzës. Është stili i lirshëm. Në këtë stil ka dhe Sofi pantallona, është shumë i preferuar dhe ka 2 vite që bën trend dhe tendencë në garderobën e fëmijëve. Kemi një Snoopy, i cili fillon tek mami dhe përfundon më pas përfundon te goca, siç e tha Sofi. Ai Snoopy mban një bellun, një tullumbac dhe tullumbaci përfundon tek vajza. Që është dhe ai një Snoopy. Një pyetje për Sofin përsëri. E Jona sot do na bësh xheloze, por të lutem shumë e thash që Sofin e kemi sot të ftuar të veçantë. Speciale. Sofi, ka ndonjë shoqe tjetër që kombinohet po ashtu me mamin? Apo je vetmja në shoqërinë tënde që kombinohesh me mamin kaq bukur? Unë kam një shoqe në klasë, kombinojmë. Ajo ka geta... Kombinohesh ti me shoqen? Po. Sa bukur. Ajo ka geta me zemra blu, edhe aty ngjyra tutë time, se unë i kam tutë, ajo i ka geta. Kombinoni një pjesë të veshjes. Po. Pra, Sofi do të shprehi që shoqja e saj dhe Sofi kanë të njëjtin print. Është një ngjyrë blu me zemra dhe Sofi i ka ato në tut, ndërsa shoqja e saj i ka në geta. Sa bukur. Kanë të njëjta ngjyra edhe të njëjtin print. Sa bukur. Të njëjtën numër zemrash. Kemi numëruar dhe numrin e zemrave. Normalisht që jemi sa më të saktë tek pjesa e kombinimit. Nëse kemi foto tjetër, regjia të na i tregoj, e t'i shohim e t'i komentojmë së bashku. Nëse jo, unë do vazhdoj me pyetjet për Sofin, sepse sot do t'a bombardoj me pyetje. E Jona, të thot her pas here Sofi për ndonjë veshje që mund t'a pëlqite këtu o mami dua dhe unë një si kjo veshja? Të them të drejtën, më thot në veshje, por më shumë më thot në këpucë. I vesh ato takat e mia dhe hecën në për parket gjithë qef.
Mami mundohet që t'i lejoj të vishë ato takat që nuk thyen. Te kombinimi këpucëve është pak vështirë. Është vështirë. Kemi foton e radhës, sa të bukur edhe këto foto. Ju imagjinoj ju të dyave me këtë stilin? Kemi Mami and Me me gjinse prap. Duam të theksojmë që kemi sjellur shumë të stilin Mami and Me me gjinse, qoftë me vajzë, qoftë me djalë, pasi është më i aksesueshëm dhe më i thjeshtë për të sjellë. Besoj dhe printet nëse duam mund t'i realizojmë edhe vetë. Po, neve kemi bërë dhe printe bashkë, kemi bërë si projekte. Kështu që mundet edhe të vinë në një mënyrë ekonomike. Si mendon ti, Sofi, mund të bëhen gjinset që i pikturon mami dhe vajza bashkë dhe bëhen Mami and Me? Po, por mua dhe ty në shkojnë më shumë njësoj tutat fare. Njësoj fare. Si që kemi fustanë. E kuptoj. Pra, Sofi do që ne të jemi totalisht njësoj të dyja. Pra, identik. Jo që të kombinojmë një pjesë edhe që të jenë bashkëplotësuese ato pjesët me njëra tjetrën. Sofi do që ne të jemi identike njësoj, pra si që jemi sot. Kështu? Po, kështu mendon. Po, kështu i ka qef Sofi. Edhe flokët, edhe xixat, shkëlqimin i do njësoj, Sofi. Edhe vëllët mundësisht. Gjithmonë, po. Vetëm se ti e bjonde, ke një bjond një ngjyrë shumë të bukur. Më gjanë me vlajnë të flokët më shumë. Dhe mami nuk të afron dot tek bukuria e ngjyrës tënde të flokëve, por që gjithsesi mami ka arritur me sukses të realizojë kombinime. Në foto duket edhe kombinimi i dytë me fund dhe xhaket, ku edhe flokët dhe syzet të mamave dhe të gocave janë njësoj, Sofi, mami dhe goca, edhe ngjyrën e flokëve ka njësoj të artë. Neve vetëm kjo në ndryshon në fakt. Po, ne të dyjave vetëm ngjyra flokëve në ndryshon, se kështu kur mundohemi të kombinohemi, bëhemi njësoj, si që dëshiron ti. Me bizame. Edhe me bizame njësoj, me çdo gjë njësoj. Po ty të pëlqen më shumë kështu njësoj, si që the dhe Antonetës, jo komplementare, që ne të plotësojmë njëra tjetrën. Ne duhet jemi njësoj. Aty ke takat qalojmë. Si motra binjake, do. Ndoshta, Sofia ndjen... Unë të kisha pak më të larta. Donte ti kishte pak më të larta. Shiko, kur të vish në moshën... Por mami mendon që është vogël akoma. Kur të vish në moshën që mund t'i veshësh ato pak më të larta, do i veshësh një ditë, 2 ditë, një javë, do kthehesh prap tek ato që kishe veshur. Do t'i urresh ato takat. Të dhëmbin këmbët, mami, lodhesh. Ja, shifa Antoneta. Unë ku ta gjej, do t'i ndrojmë bashkë. Të veshësh ti këto, unë të vesh ato. Po! Vetëm se s'më bëjmë. Se do t'i kishim ndruar këtu, live, në emision. Në një gjë tjetër që keni për të thënë për vlajnë, për shembull, edhe për babin, në qënë se nuk i kishim sot të pranishëm, për veshjet e tyra, nuk e di se çfarë. Në fakt, babi ka një veshje me një drer, që ka dhe Gjorgji, një me skateboard, edhe janë të dy njësoj. Kështu që mund të merrni dhe ju ato veshje. Po, me drerë. Po nuk janë njësoj bluzat, po edhe ngjyrat janë njësoj. Janë komplementare, si ato fotot që ne pam. Pra ne të dyja zgjidhim të jemi njësoj, kurse ata të dy komplementar, që të Jona, unë kuptova një gjë sot, që kur të kesh një problem që ndoshta nuk vjen dot vet, mund të sjellësh Sofin. Po, ju asjell të më zëvendësoj. Konsulentja e dytë e imazhit që mund të marrim në program në vend të Jonës. Vërtet, ju falenderoj shumë. Shumë faleminderit për ftesën. Një dyshe shumë simpatike dhe speciale që kishim këtu në Atene dhe ju uroj që të kaloni bukur këtë festa dhe të sa më shumë kombinuesh. Gëzuar. Gëzuar. Edhe kështu miq, na u bashkua dhe Iva. Edhe ne të dyja mund ta bëjmë një ditë këtë veshje. Konsulentën e imazhit, me Çeneçi. Edhe sot jemi kombinuar. Jemi deri diku, po ta kemi kështu. Po, është kujdesshme, Jona Çuçi që është kujdesshme, nuk lëshon pe kur vjen puna tek veshja. Mundohet që të jemi të dyja bukur edhe në sinkron. Mirë, ne kemi mbritur në fund kështu dhe nesër në orën 10:30 ju lëm takim sërish bashkë në takimin e fundit për këtë vit nesër me një puntat sigurisht speciale për të sjellë emocione të bukura edhe shumë momente të bukura që do të ndajmë gjithmonë së bashku. Nesër do festojmë, do kërcejmë, do këndojmë edhe do pim. Ashtu? Do t'i bëjmë të gjitha. Dhe do buzëqeshim shumë, sepse puntata, si shta Iva, e nesërme do t'jetë speciale, si që është edhe dita për të gjithë shqiptarët, dita e fundit e vitit. Megjithatë, programacioni i Radio Televizionit Shqiptar nesër do t'jetë një programacion maraton, i cili do t'nisë që në mëngjes me programin e mëngjesit, e kështu do t'vijoj deri në mbrëmja. Ju mos harroni, na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale, gjithashtu edhe në live stream në kanalin zyrtar të RTS-s në YouTube. Nesër në orën 10:30 ju presim. Festoni.